Pasardhësit e Esaut, Zanatilla 36. Vargjet kyçet kapitullit. Këta janë pasardhësit e Esaut që është Edomi, vargu 1. Esau mori gratë e tij, bijt, bijat dhe shkoi në një vend larg vëllait të tij, Jakov, sepse pasuritë e tyre ishin tepër të mëdha që ata të mund të banonin bashkë. Vargjet 6 dhe 7. Këta janë mbretërit që mbretëruan në vendin e Edomit para se ndonjë mbret të mbretëronte mbi bijtë e Izraelit. Vargu 31. Ky kapitull duket si listë e thatë emrash dhe shumë lexues e kalojnë shpejt. Por ka diçka të rëndësishme këtu. Bibla ndalon dhe i jep Esaut një kapitull të tërë nderi para se të kalojë tek Jozefi. Por pse? Sepse Perëndia mban fjalën edhe për ata që nuk janë në linjën e premtimit, dhe sepse ka një mësim të fshehur në krahasim të dy vëllezërve. Njëri u bë kombi fuqishëm shpejt, tjetri po zbriste drejt Egjiptit si familje e vogël. Dukja dhe realiteti nuk janë gjithmonë të njëjta. Konteksti historik dhe kulturor. Edomi ishte vendi malor në jug të detit të vdekur, i njohur për shkëmbinjtë e kuq. Dhe emri Edom do të thotë i kuq si supa për të cilën Esau shiti të drejtën e paralindjes, 25-30. Edomitët u bën populli i organizuar shumë përpara izraelitëve. Kishin mbretër, ndërsa Izraeli ende ishte familje nomade, pastaj skllëvër në Egjipt. Në sytë e botës, Esau kishte fituar dhe marrëdhënia mes dy popujve do të ishte e vështirë për shekuj. Kur Izraeli doli nga Egjipti dhe kërkoi të kalonte nëpër Edom, ata refuzuan. Numrat 20:14-21. Më vonë do të kishte luftra, por Perëndia i tha Izraelit diçka të rëndësishme: mos e urreni Edomitin, sepse është vëllai juaj. Ligji i Përtërir 23:7. Edhe pas gjithë historisë së rënd, lidhja e gjakut mbetej. Perëndia si lijon popullit të vet as urrëtitjen ndaj atyre që s'janë pjesë e premtimit. Le të shikojmë së bashku vargjet 1 deri në 8. Ndarja e dy vëllezërve. Kapitulli fillon me familjen e Esaut, gratë, bijt, dhe pastaj tregon pse u ndan përfundimisht nga Jakobi. Pasuritë e tyre ishin tepër të mëdha që ata të mund të banonin bashkë. Vargu 7. Dëgjojeni këtë fjali. As ju kujton diçka? Është pothuajse fjalë për fjalë ajo që ndodhi mes Abrahamit dhe Lotit, 13:6. Historia përsëritet në familje dhe sërish dy vëllezër ndahen, jo nga urrëtia, por nga bollaku. Por vini re ndryshimin e madh me kapitullin 13. Atje Abrahami i dha Lotit zgjedhjen. Këtu Esau iku vet në malin e Seirit. Dhe kjo lëvizje ishte në një farë mënyre pranim. Toka e Kananit i takonte Jakobit. Esau e la premtimin dhe mori tokën e vet. Njeriu që dikur bërtiti "bekam dhe mua", tani ecën i qetë drejt jetës së vet. Disa njerëz i lëm të shkojnë dhe kjo është në rregull. Jo çdo ndarje është dështim. Vazhdojmë së bashku me vargjet 9 deri në 30, lista dhe emrat. Pastaj vjen lista e gjatë: bijt, niprit, krerët e fisëve, edhe banorët e mëparshëm të vendit, horenjt. Pse i shkruan Bibla të gjithë këto? 3 arsye. E para, saktësi historike. Këta ishin popujt real me emra real, në vende reale. Bibla nuk është për rrallë. E dyta, nderim. Perëndia i njeh me emër edhe ata jashtë linjës së premtimit. E treta, mbyllje. Para se tregimi të përqendrohet plotësisht tek Jozefi dhe 12 fiset, Bibla mbyll me nder degën e Esaut dhe nuk kthehet më tek ajo. Dhe ka një ullësi që ja vlen mes emrave gjendet Amaleku, vargu 12, nipi i Esaut nga një grua e dytë. Nga ai do të dalë populli i Amalekitëve, populli i parë që sulmoi Izraelin pas daljes nga Egjipti. Eksodi 17:8. Fëmijët e vendimeve tona jetojnë shumë më gjatë se ne. Një martesë, një zgjedhje, një drejtim dhe pasojat ecin në përshekuj. Vargjet 31 deri në 39. Mbretërit e Edomit. Dhe pastaj vargu që mban gjithë peshën e kapitullit. Këta janë mbretërit që mbretëruan në Edom, para se ndonjë mbret të mbretëronte mbi bijtë e Izraelit, vargu 31. 8 mbretër me radhë, ndërsa Izraeli ende s'kishte as tokë, as mbret, as komb. Nëse dikush do të shikonte të dy familjet në atë kohë, do të thoshte Esau fitoi. Por vini re diçka tek lista.
Asnjë nga mbretërit e Edomit nuk e trashëgon tjetrit, secili vjen nga një qytet tjetër, familje tjetër. Ishte fuqi pa vazhdimsi, mbretër që vinin e iknin pa linjë, pa premtim, pa drejtim. Ndërsa tek Jakobi, ku s'kishte ende asnjë mbret, kishte diçka që Edomi se kishte, një premtim që kalonte nga babai te biri brez pas brezi. Dhe një ditë nga ajo linjë do të dilte Davidi, dhe pastaj ai që mbretëron për jetë. Ky është mësimi i madh i kapitullit. Suksesi i shpejt nuk është e njëjta gjë me bekimin e qëndrueshëm. Bota mat me atë që shihet sot, pasuri, pushtet, emër. Perëndia ndërton me durim gjërat që zgjasin. Kur shikon dikë që ecën përpara, ndërsa ti pret, kujto Edomin, 8 mbretër që sot i mban mend vetëm një listë e vjetër. Vargje 40 deri në 43. Mbyllja e degës. Kapitulli mbaron me krerët e fiseve të Esaut, sipas vendbanimeve të tyre në vendin që zotëronin. Vargu 43. Dhe pastaj Bibla e mbyll këtë linjë. Kapitulli 37 do të filloj me fjalët: Jakobi banoi në vendin ku Jati kishte qëndruar si i huaj, dhe menjëherë do të kaloj tek Jozefi. Esau mori tokën, Jakobi mbeti i huaj. Njëri u vendos, tjetri vazhdoi të priste, dhe pikërisht ai që priti mori premtimin. Kjo është mënyra se si Zanafilla e ndan tregimin gjatë gjithë kohës. Fillimisht mbyll degën anësore, pastaj vazhdon me linjën e premtimit. E njëjta gjë ndodhi me Ismaelin, kapitulli 25 vargu 12 deri në 18, para se të vazhdonte me Isakun. Perëndia i nderon të gjithë, por ndjek një linjë, sepse përmes saj do të vinte bekimi për të gjithë. Dhe ka edhe një gjë prekse në fillim të kapitullit. Gratë e Esaut përmenden me emra dhe preardhje, vargjet 2 dhe 3. Përfshirë Mahalathën, bijen e Ismaelit. Kujtoni kapitullin 28, Esau u martua me të për të kënaqur prindrit. Tani, dy degët e lëna jashtë linjës së premtimit, Ismaeli dhe Esau, bashkohen në një familje. Ata që mbeten jashtë gjejnë njëri tjetrin, dhe Perëndia i bekoi të dy. Ismaeli me 12 princa, Esau me 8 mbretër. Mëshira e tij shkon më larg se linja e premtimit, edhe pse premtimi ecën nëpër një rrugë të vetme. Fjalët kyçe të kapitullit. Edom, vargu 1. Fjala origjinale Edom do të thotë i kuq. Emri i mbeti Esaut nga dita e supës së kuqe, 25:30. Dita kur shiti të drejtën e paralindjes. Një çast dobësie u bë emri një kombi të tërë. Fjalët dhe vendimet tona kanë jetë më të gjatë se ne. Seir, vargu 8. Emri origjinal Seir lidhet me fjalën për i çmëzuar ose lëshator. Sërish përshkrimi i Esaut që në lindje 25:25. Vendi mori emrin e njeriu dhe njeriu e kishte marrë emrin nga pamja e trupit, ndërsa Jakobi mori emër të ri nga Perëndia. Njëri u përcaktua nga trupi, tjetri nga takimi me Perëndin. Krerët, dukët, vargu 15. Fjala origjinale Aluf, kryetar fisi, prijës, përsëritet shumë herë në kapitull, duke treguar një popull të organizuar mirë e herët. Organizimi dhe fuqia janë gjëra të mira, por nuk zvendësojnë dot premtimin. Mund të kesh strukturë të përsosur pa pasur drejtim nga Perëndia. Para se ndonjë mbret, vargu 31. Kjo shprehje e vogël mban gjithë mesazhin e kapitullit. Ajo krahason 2 orare ose 2 kohë. Koha e shpejtë e botës dhe koha e ngadaltë e Perëndisë. Izraeli do të priste shekuj për mbretin e vet, por mbreti i fundit i asaj linje nuk do të vdiste kurrë. Mbretërimi i tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Luka, kapitulli 1, vargu 33. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Kapitulli i Esaut na mëson të lexojmë kohë ndryshe. Ai u bë kombi i madh me 8 mbretër, ndërsa Jakobi ende s'kishte asgjë. Por Perëndia po punonte ngadalë, brez pas brezi, drejt diçkaje shumë më të madhe. Perëndia Zot do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit
për jetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Luka 1:32 dhe 33. 10 mbretër të Edomit erdhën dhe ikën. Nga shtëpia e Jakobit doli një mbret që nuk ikën kurrë. Perëndia nuk nxiton, por ai përfundon. Nëse sot ndihesh sikur të tjerët po ecin përpara, ndërsa ti po pret, kujto. Ajo që Perëndia ndërton ngadalë, ndërton për të qëndruar. Dhe historia e Edomit ka edhe një fund të hidhur. Mbreti Herod, ai që u përpoq të vriste foshnjën, Jezus, ishte Idumean, që është pasardhës i Edomit. Kështu, 2000 vjet pas kapitullit 36, pasardhësi i Esaut kërkonte të vriste pasardhësin e Jakobit. Betejë e dy vëllezërve që filloi në barkun e Rebekës, vazhdoi deri te grazhdi i Betlehemit. Por rezultati kishte kohë që ishte vendosur. I madhi do t'i shërbej të voglit. 25-23. Megjithatë, mos ta mbyllim me hidhërim. Profeti Amos flet për ditën kur Perëndia do të rindërtojë çadrën e Davidit, që të zotërojë mbetjen e Edomit dhe të gjitha kombet mbi të cilat përmendet emri im. Amosi kapitulli 9 vargjet 11 dhe 12. Jakobi, apostulli, e citon këtë varg tek Veprat 15, 16 dhe 17 për të shpjeguar hyrjen e jo hebrejve në Kish. Pra, edhe Edomi hyn në planin e mëshirës. Dera që Perëndia mbyll për një kohë, mund ta hap përsëri me hir. Aplikimi për ne sot. Buqit e vjetër e din dallimin mes kungullit dhe lisit. Kungulli rritet për një verë dhe jep fryt shpejt. Lisi do 10 vjet dhe duket sikur nuk bën gjë. Por kur vjen thuhia, kungullin e merrera, lisi qëndron. Esau ishte kungull, Jakobi ishte lis. Nga ky kapitull marrim 6 mësime. Së pari, mos e mat jetën tënde me shpejtësinë e të tjerëve. Edomi ishte mbretër, kur Izraeli nuk ishte asgjë. Nëse shikon shokët, kolegët, madje edhe kishat e tjera, duke ecur më shpejt, kujto se Perëndia punon me orare të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Ajo që duket vonesë mund të jetë ndërtim. Së dyti, një vendim i vogël mund të bëhet emër i përhershëm. Një pjatë sup i dha emrin një kombi, Edom, i kuqi. Vendimet që marrin me nxitim nga uria, lodhja, zëmërimi, mund të mbeten me ne shumë kohë. Para se të vendosësh diçka të rëndësishme, kur je i lodhur ose me mllëth, prit, ha buk, fli, lutu dhe pastaj vendos. Së treti, organizimi nuk zvendëson drejtimin. Edomi kishte kryer, struktura, mbretër, gjithçka të rregulluar, por nuk kishte premtim. Edhe në kishë, në familje, mund të kemi programe, plane e rregulla të shkëlqyera, dhe prapë të na mungoj ajo që ka rëndësi, që Perëndia të jetë me ne. Pyet rregullisht, apo ecim me të, apo thjesht po funksionoj mirë. Së katërti, mos i urre ata që morën rrugë tjetër. Mos e urreni Edomitin sepse është vëllai juaj. Ligji për të rirë 23:7. Ka njerëz të afër, miq të vjetër që kanë zgjedhur rrugë krejt tjetër nga e jotja. Mos i shndërroni armiq. Lidhja mbetet, edhe kur rrugët ndahen, dhe dera e mëshirës për ta duhet mbetet e hapur. Së pesti, disa ndarje janë të shëndetshme. Esau shkoi në Seir, Jakobi mbeti në Kanan, dhe kjo shpëtoi të dy nga një konflikt i përhershëm. Ndonjëherë, largësia sjell paqen që afërsia nuk e sjell dot. Nëse një marrëdhënie po prodhon vetëm grindje, mendo nëse Perëndia po të thërret në distancë, me respekt, jo në armiqësi. Së gjashti, beso tek ajo që zgjat. 8 mbretër të Edomit sot janë vetëm emra në një listë. Mbreti i lindur nga linja e Jakobit mbretëron ende. Investon në gjëra që mbeten, te njerëzit, tek besimi, tek fëmijët, tek fjala. Gjithçka tjetër, sado e madhe sot, do të bëhet një rresht në një listë të vjetër. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 36 na tregoi dy vëllezër që u ndan nga bollaku, jo nga urrejtja. Esaun që mori tokën dhe u vendos, ndërsa Jakobi mbeti i huaj me një premtim. 8 mbretër të Edomit që erdhën para çdo mbreti të Izraelit. Fuqi pa vazhdimsi.
dhe Perëndim që i nderon me emër edhe ata jashtë linjës së premtimit. Suksesi i shpejtë dhe bekimi i qëndrueshëm nuk janë e njëjta gjë. Me këtë mësim mbyllet pjesa e tretë e udhëtimit tonë. Mbaj mend këtë varg. Mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Luka, kapitulli 1, vargu 33. Mbretërit e Edomit erdhën edhe ikën. Mbreti i Jakobit mbetet për jetë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju, Zoti u bekoft.